në Durrës me 500 lek naftën dhe ne e marrim me 1.700. Pse i shtroj një drek Edi Rami? Po drekën shtroj atyre se nderoj, po naftë nuk mund t'ja... 1 milion litër kaja, një kaja që merë gjerë në 1 milion litra naftë. Një pyetje kam. Për ilaqet e për shembull këtyre të kimioterapive që janë të kancerit. Bravo, jo, ke drejtë. Një minut. Jo, jam dakord. Se njerëzit janë, domethënë, problemet e sëmundjeve të kancerit dhe këtyre është bërë një problem. Është bërë një problem shumë shqetësues tek spitalet, siç e kena parë dhe tek mediat opozitare, siç është Syri e këto, që kanë dhënë shumë probleme që mjek po abuzojnë me ilaçet e të tilla dhe po sjellin një lloj monopoli mbi tregun. Tani ke shtruar një gjën sot më të dhimbshme, më të njerëzore që ndodh sot në Shqipëri. Sepse tregtarët kanë të drejtë që ankohen për tregtim, por është dhe pjesa tjetër e shoqërisë është i kancerit dhe ilaçet. Themu ty. Të themu ty. Po, bën shumë mirë që më pyete. Nëse se ka një krim kundër njerëzimit, është ai ilaçeve kundër kancerit. Është ai ilaçeve sepse ti e din që posa edhe ilaçet ai do humbi. Ska humbe tjetër. Dhe nuk jep ilaçet se ja vjedh parat e ilaçeve. Vidhen. S'ka duhet me nga ekrana. Ato tjera po vidhen. Tani, cili është zotimi ynë? Dhe e dyta, ky problem nuk ka ekzistuar përpara. Unë të garantoj që në spitalin onkologjik në mënyrë absolute asnjë ilaç nuk mungonte. Mas Ilje Begjes ka ekzistuar, mas ardhës Ilje Begjes. Ta se çfarë bën ta? Jo, ta të ja u shpjegojnë shumë mirë. Si çfarë bën ta? Këta morën edhe vun këtë nunshin edhe tomen dhe ja u dhanë në dorë ilaçet këtyre. Ne kishim një ligj. Cili ishte ligji ynë? Asnjë ilaç, jo, kishim më të mirë akoma. Asnjë ilaç nuk futej në Shqipëri nëse nuk shitej në 2 vendet Bashkimit Evropian. Super. Dhe kjo i dha garanci dhe këtu edhe firmat e mëdha. U ulën hapën zyrat. Tani nga këto ilaçe ka prej tyre që kanë specifikat e veta, duhen për 3, për 4 smur, kushtojnë shtrejt. Po kur firma ishte këtu, firma bënte zbritjet, se e kuptonte, fitonte diku tjetër. Dhe nuk mungonin, dhe nuk do mungojnë në mënyrë absolute. Ato parat e tyre vidhen nga Ministria dhe Drejtoria. Është krimi shëmtuar. Sot, e kape një moment, sot, çdo ditë u telefonojnë smurve. Këto 3 muaj nuk keni mjekim. Kemi pru 3 ciklotronë. 1 në neurokirurgji, 2 në onkologji. Se duhen, pse janë pru 3? Janë pru 3 në mënyrë që kur vendit mos metet, se shumë i domosdoshëm për diagnozë dhe për smundje. Sot asnjë nuk ekziston, nuk funksionon. I neurologjisë është jashtë funksioni, këto të 2 janë të prishur përsëri. Kemi, domethënë, nuk e thash dhe më tërë, PET scanner nuk ka. Shiko, të gjithë shqiptarë që sot PET scanneri është bërë gjëja më domosdoshme. Të gjithë shqiptarët duhet shkojnë tek privati, të paguajnë shtrejt, të presin radhë të gjatë për të bërë një PET scanner. Ka më turp se një shtet mos ketë PET scanner? Si mund dhe ta më thapë? Kjo është një mafje e jashtëzakonisht e rrezikshme dhe unë ju siguroj ju se kjo merr fund. Vini dorë inshallah. Do vëm dorë fuqishëm. Sot Instituti Shtetëror i Statistikës ka publikuar se nga viti 2019 në vitin 2023 shpenzimet nga xhepi të shqiptarëve për shtetin janë rritë 21%. 47, shef, e pas kene s'po. Ne kena 12 vjetë që kena bëj ditë plazhën për rrëdhotën e parë. Ja, urdo. A me dhe pyetje thunit e ta e mëndaj. Pa tjetër, me knajsi. Unë kam parë tek Forbesi, Forbesi ti gazetën e famshme, që shumë probleme mas koronës janë tek ekonomia e bizneseve mikro të vogla. Domethënë nuk ka të llafën as me këto, as me ato bizneset e vogla që janë biznese familjare. Domethënë bizneset familjare po vuajnë shumë nga një lloj trysnie shumë e madhe e taksave. Domethënë
Bravo. Pse nuk e venosin një lloj pulle që venoset në tek xhami dhe tatime nuk kanë pse të vinë. Domethënë ajo kontrollohet me anë kompjuterave dhe me anë të gjërave teknologjike. Pse mos venos një standard anglisht, që është venos pullën fiskale, atë kasën edhe nuk Do falenderoj shumë për sugjerimin. I bindur thjesht një gjë. Në filozofinë tonë, taksa e ulët është ligji i gjitha ligjeve. Po. Dhe ne edhe këtë model do e shqyrtojmë. Edhe të përshtet, thuj, të përshtet. Je me salën, po të përshtet, thuj. Po. Na fal. Po, kështu që ne jemi të gatshëm të adaptojmë çdo model që të lehtësoj, sepse biznesi i vogël është biznesi i punësimit për ne. Po, sepse ajo është motori i ekonomisë. Motori i ekonomisë, jam dakord. Edhe këto, nuk e mohoj. Edhe këta janë të rëndësishme. Jo, po vetë janë edhe këta. Edhe këta janë të rëndësishme, po se pa këta nuk ka. Edhe këta biznesi i vogël janë dhe këta kërkojnë mbështetje të fuqishme do i mbështesim. Me kënaqësi. Shpejt bëjmë një foto. Ty do më ta dhoni. Inshallah, do i Zoti madh. E kemi në dorë kësaj herë, me votë ta përzam. E kemi në dorë, do ta bëjmë këtë. Bravo. Rofshiu. Miru pafshim. Sukseset, votor sukseset. Miru pafshim. Faleminderit. Suksese. Faleminderit. Doktor, du me bo foto. Ha, shpejtja. Edhe këtu. Një vëqeshë. Ose vëqeshë. Të bukur shumë. Beautiful. Miru pafshim. Miru pafshim. Miru pafshim. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit. Vetëm duhet të takoj, të uroj Me kënaqësi. shëndet. Kam qenë kolegja juaj infermiere, jam pensioniste. Gëzohem shumë. Si e? Gjithë mira. Si shko? Ndahem. Mirë, bravo. Patjetër. Sa është pensioni? Pensioni 270. Do rritet 20%. Inshallah. Patjetër. Besojmë. Patjetër. Bravo. Përshlesh, si e? Si të shkon? Mirë. Gëzohem. Më mirë do bëjmë. Do e ulim energjin në 6 lek. Do ulim taksën për plakat publike, për sipërfaqet publike. Të pakten me 8 herë. 7 herë, më falë, 7 herë. Do ulim ujin, gjysëm për gjysëm. Bashkia s'do mund vendos kur taksa me shumë se 1% të xhiros. Dhe tavanin, për biznes e vogël, nga 120.000 euro pa taksa do e rrisim në 180.000 euro. Besoj se këto janë lehtësime. Presim shtetjen tuaj, e vlerësojmë shumë. Për këtë ndryshime. Faleminderit, shtet.